Го следите интервјуто на Слободна Европа во кое разговараме со председателот на Демократската унија за интеграција на албанците во Македонија, господинот Али Ахмети. Господине Ахмети, по насилствата во и надвор од собранието продолжуваат вербалните конфликти во кои партиите меѓусебно се обвинуваат кој го промовирал насилството. Кому може да му одговара оваа атмосфера и тоаш лаканиците да се слушнат во Брисел непосредно пред извештајот на Европската комисија? Para së gjithash, ajo që ka ndodhur në Parlamentin e Maqedonisë dhe përplasjet verbale, siç thuani ju, pas si ka ndodhur të ngjarje, sigurisht që mas shumti u konvenojnë atyre që nuk ja duan të mirën Maqedonisë. Këtë situatë e ka provokuar qeveria dhe na ka vënë në një dilemë jashtëzakonisht të madhe se përse nxiten kësi konfliktesh në një situatë kur përpara nesh shtrohen detyra jashtëzakonisht madhore, të cilat janë interes për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, siç është ftesa për NATO, siç është fillimi i bisedimeve për në Bashkimin Evropian, dhe për gjithë këtë situatë që po ndodh në Maqedoni, mas pakti ose fare pak ose fare nuk ka faj opozita, sepse përgjegjësinë kryesore për raportet brenda shtetit ka qeveria. Како го објаснувате оно што се случуваше надвор пред собранието и луѓето кои што имаа калашникови? Кои беа овие луѓе? Mësa unë kam vëzhguar situatën nga brenda parlamentit, ka qenë një situatë jashtëzakonisht e rëndë, që Parlamenti i Maqedonisë ka qenë rrethuar prej njësive të Alfa, të pa uniformuar, por me kalashnikov, me armë tjera, thot për të pajisur me armë për antiterrorizëm. Kështu që ajo që thuhet se gjëja se simpatizant apo antar të Bashkimit Demokratik për Integrim kanë qenë të pajisur apo kanë ardhur të armatosur aty, fare nuk qëndron, por kjo bëhet me qëllim që t'i iket përgjegjësisë se kush i mobilizoi ata alfat, kush ishte qëllimi i atyre alfave, dhe vetë fakti që zëvendës ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë ishte brenda parlamentit, torturonte fizikisht deputet të parlamentit të Maqedonisë, unë nuk e di çfarë komenti unë duhet të jap se kush ishte tani më jashtë parlamentit i armatosur. Работи и на опозицијата е да обезбеди владење на демократските стандарди. Не слушнавме дека ќе побарате политичка одговорност по нападот од страна на активист на вашата партија врз новинар во Собранискиот хол. Ne jemi distancuar nga dhuna që mund të ushtrohet ndaj gazetarëve, ndaj mediave elektronike dhe të shkruara. Ata duhet të bëjnë punën e vete, dhe sigurisht që ne e kemi shqyrtuar edhe atë rast dhe distancohemi si për të gjitha rastet që kanë ndodhur me gazetarët. Ве прашав дали ќе биде разгледано прашањето за одговорност во конкретниот случај. Jemi duke e shqyrtuar edhe masat të cilat duhet të merren, pasi ta shqyrtojmë në tërësi situatën. Para së gjitha shpresim që komisioni anketues të marrë përsipër që të zbardhë të vërtetën, pa përdor as të drejtën e vetos, po as një anshmërinë, por të zbardhet e gjithë situata se çfarë ndodhur në Parlamentin e Maqedonisë dhe jashtë Parlamentit të Maqedonisë.
Какви ви се односите со Демократската партија на албанците, особено во контекст на меѓусебните обвинувања за предизвикување конфликт во Македонија? Në vazhdimsi kemi theksuar që ne me Partinë Demokratike Shqiptare kemi dashur të ndërtojmë raporte të mira në drejtim të përkrahjes të iniciativave të cilat ne i kemi marrë në drejtim të materializimit kërkesave që akoma nuk janë të realizuara dhe që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, siç është gjua, statusi legal i ushtarëve të ushtrisë shërimtare kombëtare, siç është rikomponimi i komitetit për marrëdhënien ndërritnike e kështu me radhë. Mirëpo si duket një gatishmëri e tillë nuk është shfaqur nga Partia Demokratike Shqiptare dhe sigurisht që këto çështje kanë nxitur një revolt të brendshme tek ata, sepse duke qenë në pjesëmarrës në ekzekutiv nuk kanë arritur që të mbrojnë interesat e komunitetit shqiptar, për të cilat interesa ato kanë premtuar gjatë gjithë fushatës elektorale. Dhe ne nuk kemi probleme me antarësinë e Partisë Demokratike Shqiptare, për atë që kanë bërë udhëheqja e saj, duke u përfshirë në këtë rast edhe zotin Mendu Thaçi si kryetari i kësaj partie me aktet e pahjeshme dhe sulmet që ai i drejtonte ndaj deputetit Aziz Pollazhani si dhe të zëvendës ministrit të punëve të brendshme të Rafet Elmazi, kështu që ne nuk i fusim në një vend, si thuash, antarët e thjesht të kësaj partie me disa individ të papërgjegjshëm, por për fat të keq që janë në krye të kësaj partie. Како Македонија може да го поправи впечатокот и да го комплетира Републичкиот судски совет, да донесе закон за јавното обвинителство, да воспостави диалог меѓу институциите на власта и опозицијата и да почне да го реализира Мајскиот договор? Mendoj që në radhë të parë, pa patur dialog të mirëfillt politik, etnik, për këto çështje madhore që ju i përmendni, ne nuk mund të kemi vendin e duhur apo të zëmë pozicionet e duhura pranë këtyre institucioneve ndërkombëtare. Me sa shihet, këtu mungon vullneti dhe është krijuar një bindje se partnerët që ndërtojnë këtë qeveri janë jashtëzakonisht të fuqishëm, saqë nuk përfillin as sugjerimet që bëhen nga Brukseli, nuk përfillin as sugjerimet që bëhen nga Washingtoni. Gjithnjë e më tepër po krijohen obstruksione në drejtim të mos përfilljes apo të mos respektimit të marrëveshjes së 29 majit. Me çka çdo anashkalim i marrëveshjes së 29 majit krijon situata jo të mira për Maqedoninë, sepse ne detyrohemi që të alarmojmë si komunitetin vendas ashtu edhe komunitetin ndërkombëtar, sepse ajo marrëveshje buron nga marrëveshja paqësore e Ohrit, për shka ne presim që ajo sa më shpejt të materializohet dhe pas krijohen situata të pakëndshme për vendin. Ви благодарам на разговорот. Го следевте интервјуто на Слободна Европа со нова тема во наредното издание. До гледање.